Bukur, pamje shumë e bukur të shosh të rinjët duke lexuar në bibliotekë dhe që është e vërteta më kujtoj e donën e para ca vitesh. Ishte një ndjenjë vërtet e bukur të plakësh ditën në bibliotekë. Do të flasim për librin, do të flasim për përkthimin dhe do të flasim në tërësi rreth asaj se sa po lexojnë të rinjët shqiptar. Jam mëse e lumtur dhe mirënjohëse që sot me ne në takimin tonë të pasdites kemi shkrimtarin dhe përkthyesin Gramizela. Faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne në këtë vizitë të shkurtër që keni në kryeqytet. Faleminderit juve për ftesën, ishte një befasi shumë e bukur dhe vlerësoj shumë. Të lutem, është kënaqësia e gjitha jona. Zot Rizela, ju keni qëndruar sot në Universitetin e Prishtinës, më saktësisht në degën e Fakultetit Filologjik në Letërsi. Ju keni mbajt një ligjërat me studentët ku keni folur për përkthimin, ku keni folur për letërsinë. Nisur nga ajo që patë sot, nga ky takim me studentët, cila është përshtypja juaj e parë sa i përket lexuesve dhe librit në Kosovë? Përshtypja ishte shumë pozitive. Ishte një përvojë shumë e mirë për mua. E vlerësoj ftesën e Departamentit Letërsisë, praninë e profesorëve, ishte edhe profesor Aga Apolloni, me cilin komunikuam. Dhe mund të them që studentët janë shumë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka libri në jetën e çdo njeriu. Ata janë të interesuar për të gjetur mënyrat që libri të ketë ndikim në shoqëri, sepse ne dim që teknologjia tani po e zotron, po mbizotron jetën tonë dhe po mendohet nëse inteligjenca artificiale po e zëvendëson edhe profesionin e profesorit të mësuesit, po edhe librin, sepse po krijohen tekste. Ti zëvendësoj përkundër këtij fakti dhe mundësisë së jashtëzakonshme për të krijuar në pak minuta. Si shihni ju? Mendoj se çdo gjë e re në fillim është tronditse dhe me që është shumë e panjohur, mbi vlerësohet. Mendoj se do jetë një instrument ndihmës për të shkuar tek libri, por libri dhe biblioteka nuk do të zhduket, do të ketë rëndësi sot e mot dhe gjithmonë. Sepse makineria dhe inteligjenca nuk e ka emocionin, nuk e ka ndjesitë. Teksti letërar nuk mund të imitohet nga inteligjenca artificiale, pra mund të imitohet, po nuk është krijimtari origjinale. Gjithmonë fjala artistike e modeluar nga qenia njerëzore do jetë shumë më e fuqishme se diçka e krijuar nga inteligjenca artificiale. Në fillim, për shkak të po themi befasisë, unë mendua se do të zëvendësohen, po kështu është menduar gjithmonë ku ka patur revolucionet teknologjike, se shumë gjëra do zhduken nga jeta jonë, por libri, që nga shqiptarimet e hershme, edhe sa të ketë jetë njerëzimi, do jetë aty dhe është detyra jonë që këto ta bëjmë qartë, po edhe ta bëjmë librin pjesë të familjeve tona, pjesë të bibliotekave tona, pjesë të universiteteve tona, pjesë të zhvillimit të shoqërisë mbar botërore. Zot Rizela, përderisa kemi mundësinë që t'ju kemi sot në studio, nuk mund të mos flas pak edhe për krijimtarinë e juaj. Të më falni, nuk e di. Është hera parë që ndodh të kem. Është ndikimi i teknologjisë. Është hera parë që ndodh të kem telefonin e ndezur, gjithsesi kërkoj ndjes juve dhe shikuesve. Po thoja që përderisa ju kemi sot në studio, mua duhet patjetër të shfrytëzoj rastin që të flasim pak edhe për letërsinë që bëni ju. Janë njëmëri shkrimesh, botime, romane, studime eseistike, përkthime po të cilat ju i keni shkruar në periudha dhe faza të ndryshme të jetës suaj, të zhvillimit tuaj si shkrimtar dhe përkthyes. Do doja që të ktheheshim pak në të kaluarën dhe të flasim për këtë udhëtimin ose për këtë fillimin e rrugtimit tuaj në këtë botën e bukur që ka letërsia, të pafund ka mbindje. Po, ky udhëtim ka filluar në fëmijëri tek biblioteka e babait. Babai im është mësues dhe fakti që ai kishte një bibliotekë në shtëpi, mund të themi që e ndryshoi jetën time, sepse unë isha lexuesi i bibliotekës tij. Ai ishte një bibliotekë, ajo ishte një bibliotekë shumë e pasur, e cila nxiti tek unë dashurinë për letërsinë dhe për librat. Pastaj, le të themi, kjo dashuri dhe ky lexim gjatë jetës u konkretizua në një libër kur unë isha në vitin e 4 si student. Pra që student, librin e parë e kam botuar në vit 4, me poezi, ajo vlerësuar. Pra fillove me poezi? Fillova me poezi dhe mendova që do shkruaj vetëm poezi. Megjithatë
disa gjëra që ndodhin vetë ju, më pas e gjeta veten, po themi duke shkruar tregime, dhe më vonë një roman, dhe pati një pauzë, dhe them një kohë pushimi, reflektimi, ku unë fillova të ndjej një thirrje të brendshme, më të fortë për përkthimin. Dhe kjo thirrje u forcua gjithnjë më shumë, sepse këta libra të rëndësishëm për kultura të tjera, mund t'i flasin edhe një kulture, siç është kultura jonë, ndërkohë që gjuha shqipe ka aftësinë e saj për të përcjellë universe të tjera tek lexuesi ynë. Dhe kjo është një përvojë shumë shpërblyese. E bukur. Dhe tha që shumë lehtë gjuha shqipe mund të nëse mund të themi, mund të sjellë gjitha kulturat e botës. Ka këtë mundësi gjuha jonë. Është interesante, është sfiduese të sjellësh një botë tjetër në këtë botën tonë shqiptare, sepse kam bindjen që përkthimi na e mundson këtë. Pra, të shohim nga një këndvështrim tjetër, nga një mënyrë tjetër e jetesës, nga një kulturë që ndoshta është shumë e ndryshme, por mund të jetë edhe shumë e ngjashme me tonën. Si është ky proces? Është sfiduese, po dhe përgjithësia është e përkthyesit. Përkthyesi duhet të përgatitet të përcjell një vepër, të sjell në gjuhën amë. Atëherë nëse themi ne që gjuha shqipe është gjuhë e bekuar dhe ka një pasuri të jashtëzakonshme, atëherë përkthyesi duhet që të vizitojë, le themi në bibliotekën e gjuhës, ato degët, ato thesaret e saj, ti njoh, sepse janë shkrimtarët e gjuhës shqipe, shkrimtarët që shkruajnë në gjuhën shqipe përpara, janë fjalorët e gjuhës shqipe, gjuha e gjallë, që ka populli ynë, dhe përkthyesi duhet ta bëjë të vetën. Dhe nëse përkthyesi ndodhet përballë një sfide ose një lloj pamundësie për ta përkthyer në gjuhën shqipe, atëherë ai thjesht duhet që ta njohë më shumë gjuhën. Dhe sot po flisja me studentët, ju thash për një përkthim të fundit që kam lexuar, unë vetë gjeta 2 fjalë që nuk i dija. Pra, gjuha shqipe është shumë më e gjerë, thesari është shumë më i madh, më i pasur se sa ne mendojmë. Dhe nëse ndonjëherë mendojmë që mungon diçka, në fakt mungon tek ne. Ne duhet të ushqehemi vazhdimisht. Duhet të lexojmë më shumë. Duhet lexojmë. Pra leximi i përhershëm gjatë gjithë jetës e pasuron njeriu, por ndikon edhe tek cilësia e jetës, sepse me një kulturë gjuhësore ti shpreh mendime më të qarta, pra komunikon më mirë me familjen, me shoqërinë, me publikun në një kanal televiziv, në rrjetet sociale. Mjegulla e gjuhës, pra kur ti nuk e zotron sa duhet kulturën e të shprehurit, sjell edhe mjegullën ose le të themi mos kuptimin, paqartësinë, kaosin tek të tjerët. Por nëse ne e njohim thesarin e shqipes, e zotrojmë atë, atëherë përcjellim edhe mendimet më të qarta dhe kuptohemi më mirë dhe jetojmë më mirë. Sigurisht. Nga ajo që shihni çdo ditë, nga takimet që keni me njerëz të fushës, me njerëz të mediave, me njerëz të fushës së përkthimit po ashtu, sa e njohim ne këtë thesarin që e kemi të gjallë për fat të mirë, që është shumë i pasur, por më duket sikur asnjëherë nuk e kemi hulumtuar e zbuluar sa duhet. Sa jemi të lexueshëm, sa njohim fjalët në gjuhën shqipe. Ne kemi fjalë shumë të mira që janë të krijuara prej autorëve të ndryshëm. Pra, kemi tentativa e forma të ndryshme të pasurimit të gjuhës shqipe. Por jo të gjithë i përdorim dhe nganjëherë edhe, si thoni edhe ju, na rastisti dëgjojmë edhe për herë të parë. Ne jetojmë në një epokë të teknologjike, siç thatë edhe juve. Pa ne po e mbizotron teknologjia, rrjetet sociale po e mbizotrojnë dinamikën e rutinave të përditshme. Dhe shpejtësia, jeta moderne është shumë e shpejtë. Tani kjo sfida kryesore, libri kërkon një përqendrim. Pa jetojmë epokën e shpërqendrimit, ndërkohë që libri dhe leximi kërkon një përqendrim. E para, e dyta, a është libri sot pjesë e jetës sonë sa duhet të jetë? Hapësira publike gjithmonë pushtohet, mbizotrohet. Nga kush? Nga politika, për shembull. Politika nga mëngjesi në darkë merr një hapësirë shumë të madhe krahasuar me fushat e tjera të jetës. Pastaj janë fushat e tjera. E rëndësishme është që njerëzit që merren me librin të mos bëjnë kompromis dhe gjithmonë këtë hapësirë ta konsiderojnë të shenjtë të librit, pavarësisht se çfarë ndodh.
dhe në televizione, në universitete, në hapësirën publike, ligjerimi për librin, prania e profesorëve, e studentëve, e njerëzve të bibliotekave, të librit që lidhen me librin përkthimin, duhet jetë e përhershme, siç po bëni edhe sot juve. Pra, sot kemi një ditë veçantë, dita e botërore e librit. Nuk po them se do të ketë aktivitete dhe një vëmendje kaq madhe çdo ditë. Po kjo s'do të thotë që kjo vëmendje do të jetë vetëm sot. E qartë. Pa ne duhet gjejmë dhe shoqëria duhet të jap kohën e hapësirën e vet. Nëse ekziston hapësira, atëherë njerëzit do jetë tek libri, më afër librit. Do gjej një mënyrë që të afrohen më shumë me ta. Do doja pak të flasim edhe për përkthimin. Shohim që ka përkthime të shumta të autorëve të shumtë, por kur vje momenti që të shfletojmë libra dhe sot për fat të mirë një pjesë e madhe jona njohim gjuhë të reja, njohim gjuhë të huaja dhe kur lexojmë përkthimin dhe shohim origjinalin, na duket sikur po flasim për dy libra krejtësisht të ndryshëm. Kemi edhe raste kur kemi përkthim me të vërtetë të mirë që thua, po thuj se aty e gjeta ta zëm Shakespeare-in ose Kafkën ose Hesse ose ku diun, ndonjë prej autorëve. Por kemi kaq shumë përkthime të cilat nuk vjen keq ta the, por nganjëherë duket sikur janë bërë me këtë Google Translate ose tash me ChatGPT që po përmendet së fundmi. Si e shihni krejt këtë çfarë po ndodh në krimtari, sepse unë them krimtari sepse e dim që përkthimi është po ashtu një lloj krimi në vete. Ju këtë e dini edhe më mirë profesor. Po, e vërtet, pra, përsëri e përmendëm teknologjinë dhe ChatGPT-n, pra ndikimi është shumë i madh, përsëri teknologjisë. Po, se të po ndërlidhemi aty për fat të keq. Atëherë, ne përsëri kërkohet një lloj idealizmi dhe një lloj refuzimi për të bërë kompromis në lidhje me cilësinë. Pra, përkthimi do kohën e vet dhe do ushtruesit e zejes. Dhe këto ushtrues zejes duhen mbështetur, pra duhen paguar një mënyrë, sepse edhe kjo është pjesë e procesit letrar, pra nëse kemi keq pagim të përkthyesve, atëherë si mund të kërkojmë në cilësi. Dhe së dyti, përkthimi është një zeje si çdo profesion që kërkon përvojë dhe ka sot në Shqipëri përkthyes dhe në Kosovë, pra përkthyes në gjuhën shqipe që i kanë këto, pra i zotrojnë thesaret e gjuhës shqipe dhe kanë përvojën dhe sjellin libra të mirë. Mirë po, përkthimet janë si një lloj oqeani, pra është kjo tavolinë, imagjinoje, përftyroje me përkthime. Aty mund të kesh, këtu mund të kesh 50 përkthime, 10 janë përkthime vërtet shumë të mira. Atëherë i bie që media të përqendrohet te këto përkthime dhe te këto përkthyes. E qartë. Dhe shumica pra të mos mbizotroj vetëm interesi i tregut dhe i shpejtësisë, sepse ne kemi panarinë e librit çdo vit. Dhe botuesi mund ta kërkoj shpejt përkthyesit se do për panajër. Atëherë përkthyesi përdor ChatGPT ose teknologjinë. Për 24 orë për këtë. I thot botuesit ja libri. Por kur e lexon lexuesi, kur e merr, ai zhgënjehet, por edhe përgjithson, thot, përkthimet janë të këqija. Jo, nga këto 50 përkthime, mbase gjysma janë, pa ama aty të siguroj që ka përkthyes dhe përkthime mjeshtëror në gjuhën shqipe. Që kur i lexon në gjuhën shqipe, ke dashuri për gjuhën, po edhe zbulon. Gjëra që ti nuk e dinte, ose mënyra të shprehur që nuk e di se ekzistojnë në gjuhën shqipe. Kaq të bukura, pa gjeni në një roman të përkthyer edhe prozë, edhe poezi, edhe një gjuhë shqipe që të merr mallë, thua, ekzistoka edhe kjo, sepse gjuha e televizionit, e gazetës, prire drejt të thjeshtës. Thjeshtëzohen gjëra, sepse publiku është shumë i gjerë dhe do që synot kuptohet sa më shumë nga një publik shumë i gjerë. Por letësia ka diçka që gjuha e letësisë është ndryshe nga gjuha e media dhe e politikës. Dhe ne nuk duhet ta harrojmë këtë lloj gjuhe dhe duhet kemi një lloj malli për ta. Dhe letrarja duhet jetë. Mallëngjemi kur shohim edhe kronika që ndërlidhen me të. Prej të gjitha përkthimeve që ke realizuar, cili ka qenë më sfiduesi për juve? Sepse thash që ke sjellur shkrimtarë të mëdhenj në letërsinë shqipe, pra të përkthyer nga ju.
Përkthimi më sfidues ka qenë përkthimi një autori amerikan, William Faulkner, nobelist, një autor cilin kur jene auditorët, kur unë isha në auditor në universitetit, u tha nga profesor që nuk përkthehet në gjuhën shqipe, është i pa përkthyeshëm. Pse? Thuhet kështu për autor që është vështirë ti përkthesh, po jo se nuk përkthehet. E kishe të vështirë ti? Dhe sigurisht që e kisha të vështirë. Atëherë, për këta autor, më duhej që në fillim t'i kushtoja një kohë shumë më të gjatë se çdo lloj përkthimi studimit të autorit dhe të veprës që duhet të përktheja. Po kështu, përkthimi më mori më shumë kohë se sa përkthimi një vepre tjetër, pra mori 4 vjet, përkthimi i romanit parë nga ky autor. Pastaj përktheva edhe 2, pra kam përkthyer romanin Dritë e Gushtit, është një përvojë që krijohet. E qartë. Pastaj përktheva edhe Duke dhënë shpirt të Faulknerit dhe librin Absalomit III. Dhe çfarë ndodhi? Mbas përkthimit të librit 3 dhe shumë librave të tjerë, ju riktheva përkthimit parë. Pra përkthimi mund të përmirësohet. Sigurisht. Dhe është e nevojshme që disa vepra të ripërkthehen. Për shembull, një vepër e përkthyer në vitet 1990, 2025 ose 1970. Ndryshon gjuha. Sigurisht. Fjalori zërohet. ChatGPT është diçka që hyri tani. Ku ekzistonte pra shumë gjëra që lidhen me teknologjinë e tjerë ndryshojnë, po edhe shumë mënyra të shprehurin. Ne nuk shprehemi një lloj si prindërit tanë, dhe prindërit tanë nuk flasin saktësisht një të gjuhë si gjyshërit tanë. Pra nga brezi në brez, gjuha zhvillohet, ndryshon. Prandaj edhe ripërkthehen dhe përmirësohen vazhdimisht përkthimet. Po më ikin minutat dhe unë kur flas për letërsi nuk mjaftohem asnjëherë që është e vërteta, por nuk dua t'i mbes borxh këtij libri që sot kemi në tavolinën e magazinës së Pasditës, Përmbytja. Një libër që na flet për qytetin më të dashur për ne që jetojmë në Kosovë, kam binjen edhe për shumë shqiptarë të tjerë, për Kuksin. Pak e dinim këtë rrëfimin e përmbytjes së qytetit të vjetër të Kuksit, i cili ko pas kohë kur ka thatësira të mëdha ndodh që të dalë në sipërfaqe. Ju keni sjellë një rrëfim shumë interesant që do lidhet me këtë moment, nëse mund të themi, të zhvillimit të qytetit të Kuksit, por që na e sillin në një kënd krejtësisht ndryshe, tamam në formën e letërsisë. Po, është e vërtet. Përmbytja e Kuksit vjetër ka qenë një, le themi, një rrëfim, ose rrëfime që kanë dëgjuar që në fëmijëri që më kanë tërhequr shumë. Po edhe kronikat që kanë parë në YouTube dhe gjithçka që lidhet me përmbytjen e këtij qyteti, më ka intriguar dhe kam menduar që her pas here të shkruaj për përmbytjen e qytetit, po më shumë të përfituar, sepse unë jam kronikan i kësaj ngjarjeje. Dhe sigurisht me piknisje përmbytjen e Kuksit vjetër, duke nisur, sepse ky roman përbën nga 3 kapituj, pra një kapitull, një le të themi pjesë i kushtohet fëmijërisë, një pjesë përmbytjes së Kuksit vjetër dhe pjesa tjetër po themi pas 90-s, ndërtimit të aeroportit, autostradën në periudhën moderne. Por tek pjesa e përmbytjes së Kuksit vjetër më shumë është piknisja përmbytja e Kuksit, sepse aty flitet për Atlantidën. Pra për një ishull Na kthehen në mitologji. Po kthehemi në mitologji, sikur se tek ballina e librit. Ka një ballinë shumë bukur. Kjo është një temë universale me piknisjen nga përmbytja e një qyteti real. Dhe po tek ai kapitull fillimi është po ai që thatë juve, tërheqja e ujrave. Sa herë tërhiqen ujrat, dalin kujtimet për Kuksin e vjetër. Kjo gjithmonë më ka prekur, kam lexuar shumë herë rrëfime në rrjetet sociale që po edhe vajtja e banorëve atje, për të para atë që kam mbetur, dhe kam menduar braktisja e një qyteti, ose lënia e një qyteti përmbytja, çfarë do të thotë, për qenie njerëzore. Pra më shumë interesuar jo po historinë, po çfarë ndodh, ti gjithmonë rikthehesh atje. Qose ke jetuar, imagjino njerëz që kanë jetuar aty fëmijërinë, adoleshencën, pleqërinë, ose vetëm një fragment të jetës, ata gjithmonë ne rikthehemi fragmenteve të jetës tonë. Këta i rikthehen dhe këto fragmente kanë tek një qytet që është mbytur nga ujra. Pra kjo temë aty është bërë paksa më universale, më filozofike. Po piknisjen e ka nga malli për qytetin e Kuksit vjetër.
Dhe është një opcion shumë i mirë për ta njohur Cooksin në një tjetër dimension dhe pse jo për të njohur me krijimtarinë tuaj, me mënyrën se si shkruani dhe prezantoni gjërat në letërsinë që ju bëni, jo vetëm në përkthime, por edhe në krijimtarinë tuaj. Një roman të cilit ndoshta në një të ardhmen do t'i kushtojmë pakës më shumë rëndësi. Unë jam shumë falendëruese për kohën që keni ndarë sot për ne dhe shikuesit tanë dhe natyrisht ju presim përsëri në takimin tonë pas ditës. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi e madhe dhe do jetë kënaqësi gjithmonë kudo që të më ftoni. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.